këto vajzat e kolme të cilat shikojmë në ekran edhe kur bëjmë scroll atje në Instagram, ato cilat ndikojnë, domethënë influencojnë të reja të vajzat e sotme. Po të shikosh, unë mund t'i nxjerr ja 4-5 personazhe që janë pikë edhe presja. Po. Nuk e di se cila imiton tjetrën, por di që janë pikë presje, vetullat, format e syve, balli i zhveshur, flokët, format e trupit, hundja, gjithçka, domethënë, gjithçka që i shikon janë pikë presje. Vetëm gjatësia trupore, domethënë, ne arrim të shkojmë derisa ta zgjasim trupin kockën. Ekzistojnë në kin të zgjasin 10-15 cm. Wow, brenda shumë pak minutash. Po, si e shikon ti? Ku do shkoj e gjithë kjo dëshirë e madhe, mani, presion dhe impresion dhe një dëshirë shumë e brendshme, pa shpjegueshme, domethënë e pa justifikuar fare nga ndonjëherë, se për çfarë ashtu duhet kemi mani për të rendur dhe për të bërë kaq perfeksionist. Sa as është relative, se personizmi mund të thuash si sa. Unë do doja jo t'i shikoja sot që janë 25-30 vjeçë, po do doja t'i shikoja pas janë 20 vitesh. Kam idenë që do përfundojnë si Donatella Versace në një moment që ishte shumë e egzageruar edhe shumë, po absolutisht po. Një ndërhyrje kirurgjikale, anestezia të shkurton jetën me 5 vite. Imagjino sa ndërhyrje kanë vajzat e vogla. Një ndërhyrje shkurton 5 vite jetë. Imagjino se sa shumë ndërhyrje kanë. Po, duhet kesh parasysh që mund të jesh i detyruar ndoshta të bësh një lindje, mund të jesh i detyruar në një moment tjetër të kesh një problem shëndetësor që i detyruar të bësh një ndërhyrje dhe çfarë ndodh në organizmin e këtyre personave. Sa arrin të mbajnë më anestezi.